billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet, adhurimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sonte bashkë. Allahun e falenderojmë për të gjithë mundësitë që na dha gjatë gjithë kësaj dite me agjëru edhe me kry vepra të mira të tjera. Allahu ju mëshiroft edhe ju bekoft gjithë. Edhe sonte një dy fjalë për një çështje që dikur ka qenë si turp me zonë me gojë, që me i thonë njënit prej jush, ose prej nesh, që kujdesu për prindit e tuj. Por, po më thonë një non, djali im tha veç të natë atje, tha po është shumë i mrapsht, shumë i keq. Hadi inshallah thash do të zbutet. Jo, tha po, sa ato e ke e thënë xhami, po është shumë i dopt, tha. Edhe disa herë, tha, edhe më ka gjujt, tha, me shpulla, e ka fillu të vejnë xhami, dhe që, tha. Fol pak, më tha mu. Po thash që ati flasim të shti, inshallah thash, mas Ramazani, e takojmë, ti flasim pak, se keni përësysh pra se si është çështja? Edhe unë e në lova të në vetë se të shëtë vend të këtu, që ti flisë të faqet gjithë juve. Pse sjelljet keqe ndaj nënës ti edhe babës ti? Të shti kur jemi ke prindrit, unë do të them 2-3 gjana të vogla fare. E para, Allahu xhelle xhelaluhu thotë, kini kujdes me prindit e juaj. Dhe kur t'ja uzej pleqëria, thot njënin ose të dy, mos i thoni as of. Mos u ankoni prej tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një djalë të ri e ka ndalu nga lufta. Ai i tha, ja Rasulullah, unë do të marr pjesë në betejë me ty. I tha, ja, te do të shkosh ti bësh hizmet në anën tënde. Gjihadi jot, vepra më e mirë dhe më e dashur tek ti, për ty tek Allahu, është kujdesi ndaj nënës tënde. E ndaloj pra nga çdo lloj aktiviteti, shko atje. Ke nëna jote. Unë po them të që thot Allahu në Kur'an, që kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cila është vepra më e dashur tek Zoti xhel xhelalu, ai ka thonë, të besosh Zotin, të kujdesesh për prindrit. Dhe ka thonë, kur e kanë pyet për gjinofet e mëdha, ai ka thonë, janë disa apo dy janë më të rëndësishme, më të këqija të gjinofeve. Me i vënë shoq Zotit dhe me u sjell keq me prindrit. Direkt në radhë e ka sjell çështjen e prindërve. Ju keni ngjuar që thonë njerëzit, thonë dietarët, kujdes, agjëroni, po edhe faluni, sepse nuk vlen agjërimi pa namaz, apo namazi pa agjërim, të gjitha janë të lidhur me bashkë. Po unë po ja them atij djalit, nëse nuk pendohet ke Zoti, lidhur me gjinofin që ka ndaj nënës ti, edhe babës ti, e themi kështu publikisht, të hapur, mos agjino kot, mos u fal kot, me da pasuri të gjithë botës, nuk të bën dobi nëse ke probleme se lëshkesh me prindit e tuaj. Vallahi. Pse? A tha që ai njeri që thot s'ka Zot, njishi, edhe e dyta, më u sjell keq me prindrit. Mos e vrasje tjetrit pa drejtë, janë ca probleme tjera. Rreth një 72 gjinofe të mëdha, që si ba sjellja stoka. Por dy
janë radhë. Pra, falesh kot, agjëro kot, nëse ke probleme me prindrit. Nëse atyre nuk janë gjë fjalë, nëse atyre u akthe fjalë, nëse atyre le mo me të gjujtme. Le mo këta mos llogarit fare. Kështu që i vetmi shpëtim për atë djalë është me u pendu tek Zoti xhel xhelaluhu. Ne kemi tradit të mirë në Islam. Ne nuk publikojmë se kush është. Ja. Mundësisht as kërkujt nuk i themi. As një mos të di. Vetëm ai dhe i madhe Zot xhel xhelaluhu dhe ai pendohet tek Zoti, edhe Zoti do t'ia falë. Amo gjinof janë shumë i rëndë. Hiq, futi gjumë, nëse s'pendohesh, mos agjëro hiq, ja, publike e themi. As i vlerë nuk ka. Nëse ke probleme me non ose me babën tënde. Pse një hak ke Zoti është më i lehtë. I hak ke robi është shumë i rëndë. A më keni gjuhë parë me që unë qava këtu para jush? Më keni pati? 65 vjeç. Së bom një gjanë madhe. Po i kisha hym hak. Dhe më thonë i kisha thonë të je vjedhe, së më kemë morë këte. U bom miq, së dhe kësaj dite. Shkove shtë një dorë, më falë, kom gabotje. Të shte, erë shajtoni, erë nona shajtonit, përfundimisht, i e fajtorë. Nërsa kjo çështje kjo nuk rregullohet kjo me prindin. Po si rregullohet? Me shku me i kërku falje atyne. Një, edhe mos me përsërit më, se vallahi jeta jote nuk pan dobi. Unë kom dhe histori tjera, që mi kanë tregu këtu prindit për fëmijët e vetë. E kemi pas një shokun ton, rahmeti pas shpirti, ka kalu për i kësaj jetë. Ishte dhe shakaxhi, i mirë, edhe i thonë, me djalin si e ke punë, më kënaqi, thonë, së më ka vu dorë i herë halakë. Dhe më thonë, së më ka rraf hala i herë, thonë, si të në kohë mund për atitët? Më në ke ishte ajo minimalja e djali. Pra ne keni kujdes, do të rejteni, do të kërkoni diçka një jetë, po ma e menë se ka për të bo se betë që me të rraf gruja jote. Që ke për të qenë gjallë këtu, inshallah ka një jetë të që janë. Mos me jezë unë me këta gjajet, gjatë qamilet e këto shukrijet e rustemet, që janë të gjajet i vjetra këtu kush janë mo, gjatë sabaje, gjatë bashkimi. Ne, ama bashkëshortje jote ka për të rraf. Një, kanë për të rraf fëmijët e tuj, ty. Pra ne, shko atje, mere non për dore, puthi dorë në nonës, buj hizmet nonës, qërtë ketë nevoj nona, kujdesu për ta, se vallaj, në qofë se nona, i ngre dorë të shtem Ramazan, e thot, o Zot, malkoj e djalin tem, mos u lodh mo as ke hoxha, as ke nane hoxhës, nuk ka për të mo dobi mo për Zotin e madhjo. Vetëm, po u pendove sinqerisht, tek Allahu xhele xhelaluhu. Mos haro djalë, po mos harroni dhe tjetë let ju vlejt gjithve, se cili të shohë vetë vetën, edhe ai kur thosht ashtu unë përshifshe vetën, po me qenë se unë i kom kretë mi, edhe këto gjajet që jene këtu, i kina kretë, dhe më thonë, këtë gjinofin e prindëve, nuk e kina ma që mu ngarku, sepse i kina përcjellë në banes varit. Amo ata që i kanë gjallë të kënë kujdes, se për Zotin e madhë, mu më ledhë bota, nuk mund të regullojnë. Me agjinu, në dit, me ne të agjinu shë me fluturu në përcjellë, nuk mund të regullojsh, nëse me ata ke probleme. Zoti inshallah në runë, që të mos u ham hakun për indërve tonë. Zoti ju bekohë gjithë.